A ke kuptuar të akuzën e prokurorisë speciale për cilën të akuzon se keni kryer vepra penale për cilën e citova më herët? Jo. Se ke kuptu? Fare. Se jo. Veprat penale për cilat akuzohesh? Si kam kuptuar? E akuzuara Edlira Malaj deklaroi në seancën fillestare se nuk po kuptonte asgjë nga akta akuza dhe veprat që prokuroria po e ngarkonte në këtë proces. Ajo bashkë me Ekrem Llukën, Korab Llukën, Klodian Allajbeun e Egli Larashin po akuzohen për shpërlarje parash. Malaj i tha gjykatësit Vesel Ismaili se ka nevojë për sqarime edhe pse është konsultuar me avokatin. Patjetër, unë se di pse jam këtu, kështu që Andaj, gjykatësi i kërkoi prokurorit special Dren Paca që t'ja spjegoj. Paca i tregoi se prokuroria ka konstatuar se ka falsifikuar kontratën për shitblerje të pajisjeve në datën që Medbran s'ka ekzistuar fare dhe se ka shpërlar parat. Si rrjedhoje veprimeve apo qarkullimit të parave të cilat kanë ndodhur nga ky aktivitet kriminal apo nga kjo vepër penale e falsifikimit të dokumenteve, para të cilat ju i keni pranuar dhe ndërkohë pastaj i keni transferuar në për llogari tjera në Shqipëri, por edhe në vende të ndryshme si në Austri, kemi vlerësuar se keni konsumu po ashtu elementet e veprës penale, shpërlarja e parave. Por Malaj prap tha se s'po e kupton. po se kuptoj sepse atë që quhen ai falsifikim nuk e di. Pse quhet, megjithatë po e kuptoj çfarë thotë. Me rëndësi pikë kupton për çka po akuzohesh. Unë jam thash, unë nuk e di pse jam këtu. Nëse duhet të them po, po them po. Gjyqtari i dha pak minuta kohë të akuzuarës që të konsultohej me avokatin e saj Shpend Lushtakun. Tani, a kuptove? Pretendimet e prokurorisë Leti pretendimet e prokurorisë. i kuptova. Edhe veprat penale, i ke kuptu? Unë jam thash që unë nuk përse Mos u shpejto se deri te ajo pyetja ku ti po pretendon. Mu përgjigj. Edhe s'pom a ndin vetëm fajtore për të vepra penale për cilat akuzohesh. Absolutisht jam. Të pafajshëm u deklaruan edhe të akuzuarit tjerë. Po, së ndihem frit. Nuk ndihem frit. Nuk mirë. Po e s'kam kuptu, edhe ndjemi pa fashëm. I kam kuptuar e pa fashëm. E Allajbeu, përveç që u deklarua i pafajshëm, kërkoi që ky proces të përfundojë sa më shpejt. Akta akuzën e kuptova, deklarojmë i pafajshëm, kam vetëm një kërkesë nëse mund të ecim pak shpejt me gjykimin gjykatës se më është hapur një dëm shumë i madh. Në fjalë nuk kam mbi 4000 punonjës, nga të cilët 800 janë në Kosovë. Me një akt akuzë është ngritur mbi bazat e thashetemeve të kështu. Nuk kam probleme me bankat, kam probleme me zyrat juridike jashtë dhe jam në një super situatë problematike. Edhe avokati i Ekrem Llukës, Dasrit Pallaska, kishte një kërkesë. Për me mbojt seancë, për me shqyrtu kërkesat për hudhjen poshtë akta akuzës edhe kundërshtimet ndaj provuarit. Qysh? Seancë dëgjimore me mbojt. Po? Për shqyrtimin e kërkesave për hudhjen poshtë akta akuzës edhe Nuk e parashikon tash me po kodin diri e ri, procedurës penale. Po me kodin e ri. Nuk e parashikon. Ekrem Lluka, pronar i qendrës kardiake të Kosovës, bashkë me Korab Llukën, Klodian Allajbeun, aksionar dhe përfaqësues ligjor i American Hospital Kosova, me Egli Larashin, drejtor ekzekutiv në atë spital, si dhe pronarja e Medbran KS Edlira Malaj, po akuzohen se kanë shpërlar para përmes një skeme të falsifikimit të dokumenteve dhe prezentimit të dokumenteve false në administratën tatimore të Kosovës. Gjithë këto veprime, 5 të akuzuarit ngarkohen se i kanë bërë kur e kanë kuptuar se po hetohen nga ATK dhe Prokuroria Speciale.